Disa nga aktivistët italianë të një flotilje ndihmash që po shkonte drejt Gazës kanë bërritur në Itali pasi u ndaluan nga forcat izraelite në ujëra ndërkombëtare. Sipas tyre, gjatë ndalimit të mbajtjes në paraburgim, ata janë përballur me dhunë dhe trajtim të ashpër. Gazetari italian Alessandro Mantovani tha se kushtet e ndalimit ishin të rënda dhe se aktivistët, sipas dëshmive të tij dhe të tjerëve, janë goditur gjatë hyrjes në ambientet të ndalimit. Ai e përshkroi vendin ku mbaheshin si një hapësirë e improvisuar me kontenjer, ku njerëzit mbaheshin me ujë dhe bukë të kufizuar. Edhe deputeti italian Dario Carotuneto deklaroi se është goditur gjatë ndalimit, duke thënë se nuk kishin mundësi të mbroheshin dhe se janë drejtuar në mënyrë të dhunshme. Autoritetet izraelite nuk kanë dhënë ende një koment zyrtar për këto akuza. Ngjarja vjen në një moment kur Izraeli po përballet me kritika të shumta ndërkombëtare për ndalimin e flotiljeve që synojnë të dërgojnë ndihmë humanitare në Gaza. Më herët, një video e publikuar nga Ministri i Sigurisë së Brendshme në Izrael ka treguar aktivistë të ndaluar në port, të lidhur dhe të ulur në tokë, gjë që ka shtuar polemikat. Qeveria italiane ka reaguar, duke e cilësuar të papranueshëm trajtimin e aktivistëve dhe ka paralajmëruar se do të kërkojë shpjegime nga ambasadori izraelit. Ngjarja pritet të rrisë më tej tensionet diplomatike mes Italisë dhe Izraelit, ndërsa debati për flotiljen e Gazës vazhdon të thellohet në arenën ndërkombëtare.